Bismillah me një postim të cilin e ki postu e cila thot kështu: dil nga vetja që të shohësh, sepse vetja është një pus i errët. Dil nga vetja, ndonjëherë. Sa i përket këtij postit apo këtij shkrimit apo këtive fjalëve është se Allahu subhanahu wa taala shpesh herë njeriu e ka krijuar me mbrëmsinë e tina me nefsin. E nefsi është egoja apo vetvetja. Edhe një ndër armiqtë të njeriu, e veçantë të besimtarëve, është vetvetja, egoja. Për këtë Allah subhanahu wa taala një sure cek ku Allah subhanahu wa taala i përmend betohet në 11 sende, edhe në fund thot qad aflaha man zakkaha. Ka pështu ai i cili e pastron egon e vet, nefsin e vet. Dhe ne kemi nevojë gjithmonë për ta pastruar dhe për ta rregullu, për ta kalit, për ta gëdhend egon ton. Se egoja është armik i njerijut. Se siç thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala thash ka pështu ai i cili e pastron egon e tina. E njeriu nuk mund ta shef nurin e Allahut përderisa është në brendësinë e vetit vet. Allahu subhanahu wa taala Kur'anin, librin e vet, udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e emërton nur, dritë. E nëse dojmë pështim të vetvetes tonë, duhet thithmi prej nurit Allahut, i cili është Kur'ani dhe Sunneti, dhe dalim prej atij pusit të errët në errësirë, dalmi me nurin e imanit që ta shohmi të vërtetën të vërtetë dhe të kotën të kotë. Dhe për këtë reflektim ka nevojë çdo njeri. Se njeriu përderisa shpesh herë tham këta që ne besimtarët apo shumica apo një pjesë dërmuese disa individ shpesh herë e kemi një mendim, e më pas lipmi argumente dhe sebepe dhe shkake për ta mbrojtur atë mendim. E duhet jetë e kundërta. E kundërta është që fillimisht duhet të mbledhmi argumentet gjithë, pastaj të bëjmë mendim. E kjo është një reflektim që njeriu me dal për vetvetes, me dal për atij pusit vet ku mendon se vetëm ai dhe askush tjetër, ku mendon se vetëm ai e vërteta është ai dhe askush tjetër, ka nevojë që donjëherë ta lën onësh egon, ta lën onësh konjën, ta lën interesin, të lën gjitha zhveshët për çdo vesit keq, del për ati pusit të ertë në të cilën mendon se vetëm ai dhe askush tjetër, edhe të shiqon argumentet, të shiqon faktet, të shiqon se ç'është haku dhe ta pason. Për këtë Allah subhanahu wa taala na ka bëu obligim këshillën. Se këshilla është me nxjerr prej pusit. Se shpesh herë njeriu vepron ndonjë vepër e cila është ndaluar apo është e shëmtuar, apo mund tjetë e lejuar mirë po e dëmshme, që bën dobi apo bën dëm më shumë se sa vetë dobia e veprës, e njeriu ka nevojë që dikush ta këshillon, ta nxjerrë prej atij pusit dhe t'i thotë stop, nalo, kujdes, se nuk është këtu. Për këtë pejgamberi ka thonë e dinu nasiha. I gjithë dini, komplet feja është këshill. E përse mu këshillua? Mu këshillu që me nxjerr vetveten tonë prej këtij pusit të errët, ku mendojmë se vetëm ne dhe askush tjetër, dhe vetëm unë dhe askush tjetër, me ta tërheqë vëretjen me disa fjalë të cilët ti të kthjellin, e nëse të kthjellin kemë pasu të vërtetën. Hap një shembull, domethënë shpesh herë për këtë thënie kam një shembull është Imam Shafiu. I ka dy mëdhëbe, thënë mëdhëbi i vjetër dhe mëdhëbi i ri. Mëdhëbi i ri dallon, domethënë mëdhëbin e ri që e ka Imam Shafiu, i ka vetëm 8 mesele për mëdhëbit vjetër. Që t'jep me kuptu që kënjeri shpesh herë argumentit duhet të bënd që dal prej asajna që unë, prej unës. Edhe momentin që të vjen argumenti, duhet zbatësh. Përderisa nuk del prej kësajna, nuk zhveshësh prej çdo interesi, prej çdo konje, prej çdo sendit shëmtum, nuk zhveshësh dhe i t'jesh vetvetja, nuk i me mujtë me pa të vërtetën të vërtetë dhe të kotën të kotë. Për këtë e dim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillim
para se të bëhet pejgamber, u veçonte dhe adhuronte Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur Allahu subhanahu wa taala e thiri Musa alayhis salam që të folë me Allahun subhanahu wa taala, e po që nuk është gati, tha, ja dha 30 ditë që të veçohet prej njerëzve, të adhuron Allahun, ta pastron nefsin, ta përgatit veten, ti ban një farë llogaritje vetvetes ti nefsit ti, në këtë mënyrë, inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala, pasi që i boni 30 ditë, Allah ja shtoi edhe 40, e kur tamam, atëherë folim me Allahun subhanahu wa taala. Edhe ne, nëse dojmë ti kuptojmë ashtu siç duhet urdhrat hinjor, fjalët e Allahut subhanahu wa taala, duhet nefsin ton ta pastrojmë. Për çdo sende i cili është i shëmtuar, qoftë zelia, qoftë urrëtia, qoftë vetpëlqimi dhe shumë sende tjera. Pra besoj se kjo është Kuptimi i kësaj thonje. Allah e nderoftë.